Qytetar dhe qytetare, demokrat dhe demokrat. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike. I nderuar drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit, zoti Tomor Alizoti. I dashur Gramshi, zemrës shqiptare. Është një nder i veçantë të jem sot këtu, në këtë qytet të bukur plot histori, krenari dhe shpirtat dhe dashës. Gramshi, vendi i qëndresës, ka dëshmuar gjithmonë se dinjiteti nuk shitet dhe liria nuk negociohet. Sot, nga ky truall i sakrificës dhe vlerave të pastra, po ngrihet zëri i ndryshimit. Në 11 maj Gramshi do të flasë qartë, me zemër e me votë për të ardhmen. Ne do ta bëjmë Shqipërinë madhështore! Le të ndarojmë himnin ton kombëtar.
Faleminderit. Kam kënaqësinë të ftoj të parën një të re, Enki Karaj, e mirëpresim. Të dashur qytetarë të Gramshit, të nderuar demokratë dhe demokrate, të rinj dhe të reja që besoni në liri, dinjitet dhe shpresë. Mirë dita dhe mirë se keni ardhur. Sot jemi mbledhur këtu në këtë qytet me tradita, me histori dhe me njerëz zemërbardh për një qëllim të madh e të përbashkët, për të rikthyer shpresën, dinjitetin dhe të ardhmen që i takon Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ky nuk është vetëm një takim elektoral. Ky është shëtubim i zemrës, i mendjes dhe i vullnetit qytetar. Një bashkim përtej frikës, përtej ndarjeve, përtej presioneve të përditshme. Ne që jemi sot këtu, përvaqësojmë një shumicë që kërkon ndryshim. Dhe ne e dim se dhe ata që nuk mund të sot të jenë të pranishëm për shkak të frikës apo trysnisë, do të na bashkohen me 11 maj, sepse është koha që të gjithë të ngrihemi bashkë me dinjitet dhe kurajo. Jemi në prag të një fitoreje që nuk do të jetë thjesht fitore politike, do të jetë fitore morale, kombëtare, qytetare. Do të jetë një fund i denj për një periudhë të gjatë mashtrimesh, abuzimesh dhe përbuzje ndaj qytetarit shqiptar. Shqipëria ka nevojë për një kthes të veçantë. Ka nevojë për një politikë që shërben qytetarit, jo një politikë që sundon për interesa personale. Ka nevojë për një politikë të përgjegjshme, të ndershme dhe të lidhur ngushtë me hallet dhe ëndrat e njerëzve. Në këtë rrugëtim, të rinj ka një rol kyç. Ata janë energjia që do të lëvizë Shqipërinë përpara. Është koha që të dëgjohet zëri juaj. Është koha që të merrni përgjegjësi dhe të tregoni se jeni gati për të ndërtuar një vend më të drejtë, më të bekat dhe më të hapur ndaj së ardhmes. Në momentet më kritike të historisë sonë të re, kur demokracia ka qenë në rrezik dhe liria arcënuar, ka ekzistuar gjithmonë një zë i qartë, i guximshëm dhe i pathyeshëm, zëri profesor doktor Sali Berishës. Ai nuk është thjesht lideri i së shkuarës. Ai është udhëheqës i idealeve që nuk zbehet me kohën. Ai është njeriu që ngriti themelet e pluralizmit, që i dha shqiptarëve zërin e munguar, që besoi te fuqia e të rinjve dhe te vlera e votës së lirë. Ai është simbol që mëshiron përpjekjen tonë për Shqipëri më të drejtë, më të ndershme dhe më të zhvilluar. Sot, më shumë se kur, ne kemi nevojë për këtë vizion dhe për këtë përkushtim. Shqipëria nuk mund të presë më. Shqipëria kërkon ndryshim dhe ky ndryshim vjen vetëm me bashkimin ton, me pjesëmarrjen ton dhe me mbështetjen për njerëz që nuk janë dorëzuar kurrë. Gramsci ka qenë gjithmonë një zë i lirisë dhe i dinjitetit, dhe këtë herë do të jetë sërish në ballë të ndryshimit. Të bashkuar le të tregojmë se kemi forcën dhe mençurinë për të ecur përpara. Le të luftojmë me dinjitet, të fitojmë me bindje dhe të qeverisim me drejtësi. Fitore për Gramscin, fitore për Shqipërinë, fitore për të ardhmen tonë. Faleminderit. Ftoj të mbaj fjalën e tij kryetarin e Dekës Gramsh, zoti Kodhel Çala, e mirëpresim. Nderuar profesor doktor Sali Berisha, mirë se erdhët në Gramsh. Nderuar drejtues politik i qarkut të Elbasanit, zoti Tomor Alizoti. Të nderuar kandidat të listës së qarkut për Shqipërinë madhështore. Të nderuar bashkëqytetarët e mi. 11 maj po afron. 11 maj është dita kur gramshotët të gjithë së bashku. Larg bindjeve të tyre personale, do të bashkohen së bashku për të bërë ndryshimin. Për të bërë ndryshimin e mirë pritur.
për të bërë atë ndryshim dhe për të ndërshkuar këta pushtetar të papërgjegjshëm, këta pushtetar arrogant, mashtrus dhe gënjeshtar, të cilët e lanë Gramshin në këtë fartheje, në këtë prapambetje që asnjë rreth tjetër nuk ekziston. Që e lanë Gramshin në varfëri dhe në mjerim. Gramsciotët të gjithë së bashku, për të bindjen e tyre personale, do të ndëshkojnë pikërisht ta pushtetar, do të ndëshkojnë për këto rrugë që i mungojnë Gramshit sot në 2025. Do të ndëshkojnë, sepse nuk ka një aks të vetëm të njësia administrative në asfalt. Sikur një të tillë të kishin bërë këta zotrind në kaq mandate, sot Gramshi do të ishte me rrugë. Le të mos flasim për rrugët e fshatrave, se atje janë të zosh kokën me dorë. Janë bërë ato rrugë që në kohën e ish kooperativave, me traktorët e Stalinit e të Mao-Tse-Dunit, dhe aty kanë mbetur edhe sot. Dhe askush se ka quar mendjen të ky problem kaq etik i këtyre njerëzve. Gramsciotët do të ndëshkojnë për atë ujin e pishëm, që mungon në shumë fshatra. Nuk ka ujë Silarja, nuk ka ujë Kuturqara, nuk ka ujë Kabashi, nuk ka ujë Tunja, Duzha, e shumë fshatra të tjera. Dhe bëhet fjalë për gjën më etike, ujin e pishëm. Po një të tillë të kishin bërë në një mandat këta zotrinj, sot këto fshatra do të kishin ujë në shtëpitë e tyre. Do të ndëshkojnë gjithashtu këta pushtetar edhe për atë ujin e vaditjes, që mungon sot. Ndërkohë që mundësitë janë pafund, të gjithë fermerët në të dy anët e liçenit të banjës kanë mundësira pafund dhe me shpenzime minimale, po askush nuk e ka çuar mendjen te ky problem kaq etik. Gramshi do t'i ndëshkoj këta pushtetar të papërgjegjshëm për këtë varfëri. Për këtë varfëri që vetëm i gjeni mund ta përshkruante. Nuk mundet kjo varfëri të jetë në Gramsh, kur ky Gramsh ka pasurira pafund. Çdo metër katror i këtij rrethi, i këtij Gramshi është një pasuri e paçmuar, me pije, me male, me kullota, e gjithçka tjetër. Por askush nuk e ka çuar mendjen që t'i kthej këto në benefite për këta njerëz, për këta banor. Ndaj Gramsciotët do të ndëshkojnë më 11 maj, do të ndëshkojnë dhe do të ndëshkojnë ashpër bile. Ka kullota, vëllezër, ka Gramshi kullota pa fund, me kapacitet mbajtës me mira krerë bakti timta, por ato numërojnë me gishta. Në ka marrë malli për këmbërën e deleve. Ashtu si në ka marrë malli edhe për atë melodin e fyllit çobanit kur i bie atje në Korije. Por nuk ka çoban. Por nuk ka çoban sepse s'kemi akademi çobansh. Se nuk mbarohen budalliqet e ministrat të kësaj qeverie. Njëri thot do grem akademi çobanësh, tjetri thot e keni fajin ju që mbetet vaji i ullirit ekstra virgjën në shtëpia. E keni fajin ju se do të gjonit Berishën ju atëherë kur thoshte mbilli se para do t'i japi qeveria. E pra këta pushtetar do të ndëshkohen për të gjitha këto. Falenderit të gjithëve qytetarët e Gramshit që kanë ardhur sot këtu. I uroj suksese të gjithë kandidatëve. Ftoj të gjithë qytetarët e Gramshit që të votojnë djalin e thjesht Gramsciot, familjarin e rregullt, artistin e madh, me fan për te i kufive, të votojnë pavarotin shqiptar Armando Klogjërin. Një mesazh kam për të gjitha ata patronazhist që në çdo fushat, natën si ka po çojnë të zinj, me paratë e pistë dhe mjedhën e pistë, shtëpi më shtëpi, për të çoroditur mendjet e këtyre njerëzve të varfër, për të ndryshuar vullnetin e këtyre njerëzve të varfër. Edhe atyre drejtorëve, të cilët vënë në pension varësit e tyre, edhe ata punojës të ndihmës ekonomike që të ustojnë njerëzit, të mos luajnë, të rrinë aty ku janë, të mos e bëjnë më, se në qytet
po vjen një sherif i ri, dhe ju e dini vetë pastaj. Dhe së fundi, doktor Berisha, ju nesër do t'jeni kryeministri i Shqipërisë. Por unë do t'jem dofta personi më i bezdisur për ju. Dhe jo vetëm unë, por unë bashkë me Armando Kloqerin. Ne do t'jemi tek dera e kryeministrit. Jo për favore personale, po do t'jemi aty bashkë me Armaldon për këto rrugë që i mungon Gramshit, për këtë ujë pishëm që i mungon Gramshit, për atë ujë në vaditje që i mungon Gramshit, për këtë varfëri ekstreme, migjeniane që është Gramshi. Ne do t'jemi aty, ne dim që Shqipëria ka halë probleme shumë, por Gramshi është në emergjencë, doktor. Ndaj unë me Armaldon për zëradhe që tani, ne jemi të parët. Faleminderit dhe suksese! Tani kam kënaqësinë të ftoj drejtuesin politik të qarkut të Elbasanit, zotin Tomor Alizoti. Vëllezër, motra, unë do flas shkurt sepse shkurt dhe pak dhimbshëm për ata që e dini ju që vinë natën dhe ngacmojnë njerëzit për votat. Ne kemi bashkë me Kodhelin, Armandon, Asimin e shumë kolegë tjerë kemi bredhur në përfshatrat e Gramshit. Një natyre bukur e falur nga Zoti, po në një mjerim, në një varfëri të skajshme. Kemi qenë në Grabov, në Lënie, kemi parë një skamje të tmerrshme, të frikshme. Gramshi është qyteti me infrastrukturën më të shkatruar. Fshatat e Gramshit janë në një mjerim total. Po pse mos ta kenë pensionin siç e kanë fqinjët tanë, Malazezët, Kosova, Maqedonia Veriut? Pse mos e kenë dhe Gramshiotët? Pse mos e kenë gjithë shqiptarët? Pse mos e kenë dhe fermerët shqiptar subvencionet siç e kanë gjithë fqinjët tanë? Pse mos jetë çmimi i naftës siç e kanë dhe ata? Kështu që më shumë për programin nderuar zonja Zotri. Renato Kumria, Armonela Marku, Dritan Mitarja, Alice Narazani, Mustafa Pashja, Dritan Sejko, Qani Gjafa dhe Dashamir Gjika. Tani përsëri një duartrokitje të fortë sepse ka ardhur momenti për të ftuar në podium kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur qytetare dhe qytetarë të Gramshit, banor të mrekullueshëm të këtij rrethi, një përshëndetje të përzemërt ju që jeni këtu në këtë takim dhe të gjithë banorëve të këtij rrethi kudo që janë sot, në Gramsh, në Shqipëri, jashtë vendit, i përshëndes dhe përulem me nderim të madh para tyre. I dashur Zotit Tomor Alizoti, udhëheq politik për qarkun e Elbasanit, për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore, i dashur kryetar i Partisë Demokratike për Gramshin, Zoti Kodheli, kryetar të degëve tjera të Partisë Demokratike të qarkut, të dashur deputet dhe kandidate për deputete dhe deputet të mrekullueshëm për Gramshin dhe Elbasanit, i dashur tenori ynë i madh, Armando Kloqeri. Jeni krenari për Gramshin, Elbasanin dhe mbar Shqipërinë.
Parlamenti shqiptar me ju, përfaqësues të këtyre qytetarëve të mrekullueshëm, do të jetë parlamenti juaj i interesave të mëdha tuajat dhe problemeve të mëdha. Të dashur miq, vi këtu tek ju me një ndjej të thellë keqardhje. Dhe Kodhelja tha bukur, Gramsci është një emergjencë. Unë e njoh jo pak këtë vend, por e vërteta është se Gramsci, si asnjë rreth tjetër, ka nevojat më emergjente. Para se të vi këtu, një mik i imi, Besnik Kala, më bën një mesazh, më thot, doktor, thot, rruga e Kodovjatit mbeti aty ku e lat në vitin 2013 dhe për në Kukur nuk është shtyme tej as 1 kilometër. Janë me 10 fshatra të cilat as rrugë të qerreve nuk i kanë masi që i kanë patur. Ndërkohë, Gramsci në vërtet është një rreth me pasuri shumë të mëdha. Është një rreth me njerëz shumë punëtor, të përkushtuar. Është një rreth në cilin është një kopsht i vërtet dru frutor. Të gjitha pemt rriten dhe të cilësisë më të mirë në këtë rreth. Është një rreth me potencial malor të madh turistik. Është një rreth që sot ka një nga liqejt më të bukur, liqenin e Banjës. Por të gjitha këto potenciale të mëdha nuk i gëzojnë Gramsciotët, nuk shndrohen në pasuri për familjet dhe për qytetarët e Gramscit, banorët e Gramscit. Të gjitha këto pasuri nuk begatojnë familjet në Gramsci dhe qytetarët, po i detyrojnë të largohen dhe vetëm largohen. Nga 50.000 banor, Gramsci sot ka gjithsej 16.000. Si që ka infrastrukturën, Gramsci ka infrastrukturën e arsimit, infrastrukturën e shtetësisë. Këtu, para 2 vjeç, mjekja e nderuar më tha se unë jam mjekë në një zonë me 8.000 banor në fshatra, heroinë e vërtet që qëndron të u shërbente atyre. Sepse mjekët iken dhe vetëm iken me mira. Sot ne kemi zbritur miq, si vend, jemi në nivelin e vitit 1960 për mjek për banor, mjek për numër banorësh. Kemi 4 herë më pak se Bashkimi Evropian. Pra kanë qenë 12 vite rrokullisje të vërtet. Në 2013 pensionistin Gramsci, mirë të pak, po mirë të më shumë, se pensionistin Maqedoni, se pensionistin Serbi, se pensionistin Malzi, në Rumani dhe në Bullgari. Në 2013 rrogulltin Gramsci, mirë të pak, po prap mirë të më shumë, se sa rrogulltin Maqedoni, se sa rrogulltin në Serbi, Maltezi, Rumani dhe Bullgari. Në 2013 rumunët kishin një rrogë minimale 830 lei, rrogë pra 167 euro, kurse shqiptarët kishin një rrogë minimale 220 euro, 220.000 lek, ti themi me lek. Sot, rumuni ka një rrogë minimale 3.300 lei, rrogë minimale 800 euro,
Sot, Malazezi, që kishte një pension 138.000 lek, ka një pension 450.000 lek. Sot, Serbi që kishte një pension 120.000 lek, ka një pension 405.000 lek. Sot, Macedonasi që kishte një pension 130.000 lek, ka një pension 390.000 lek. Qa ndodhi? Qa ndodhi? Qa ndodhi, miqtë e mi? Qa ndodhi? Injorim i plot dhe poshtrim i pensionistëve dhe i qytetarëve. Po mos harroni një gjë tjetër që është akoma më të mërshme. Në qoftë se në vitin 2013 me 143.000 lek blije për shkak të çmimeve 2 herë e gjysmë më shumë se sot. Inflacioni ka rritur çmimet e ushqimeve 250%. Dhe për të përballuar këtë rritje çmimesh, sipas ekonomistëve, pensionisti shqiptar duhet kishte pensionin sot për të ble një lloj si në 2013, duhet të mirte 390.000 lek. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Rogulti, po pse rumuni kalon nga 800 lej në 3.300? Po pse Malazezi kalon nga 138.000 lek në 450.000 lek? Thjesht mik, prandaj dhe duhet t'ja u them dhe t'ja u thoni çdo bashkëqytetari tuaj, se qeveria që zgjidhet nga populli, që zgjidhet me votën e popullit, e ka detyrim absolut kushtetues ligjor që parat e buxhetit t'ja u kthej qytetarëve. Rroga dhe pensione, arsim, shëndetësi e tjerë me radhë. Kurse këta, çfarë bëjnë këta? Çfarë bëjnë këta? Këta kanë vjedh miliarda nga rrogat tuaja dhe pensionet tuaja, u miq. Si kanë vjedh, ja u them unë ju. Këta i kanë kaluar në rrugë, po rrugë pristi. Rrugë këta i ndërtojnë me çmime 10 herë më të mëdha, më të larta se në Europë. Para 3 vitesh, në Kroaci, ju lutem kush doj të kërkoj në Google, rruga, autostrada, Manastir Bjeljosek, 27 metra e gjerë, 17 kilometra e gjatë, kushtoj 27 milion euro. Kushtoj 1,6 milion euro kilometri. Kurse këtu rruga e Arbrit, 11 metra e gjerë, jo 27, kushtoj 11 milion euro. Ajo 27 metro e gjerë kushtoj 1,6 milion euro, kjo 10 metra e gjerë kushtoj 11 milion euro. Rruga tjetër, 20 milion euro. Unaza e Tiranës, 17 milion euro. Çfarë bëjnë këta? Këta s'ja u japin pensioneve, s'ja u japin rroga. Këta i kalojnë të rrugë dhe i vjedhin të rrugë në mënyrë të çmendur, të papërmbajtur. Kjo është e vërteta. Po ka dhe më keq. Këta prokurojnë ndërtimin e djegësit të Tiranës 130 milion euro. Dhe djegësi nuk ka nam astishan, është i zhdukur. I zhdukur. Miq, isha në Kongresin e Partisë Popullore Europiane. Ngjarja më e madhe politike vjetore e Europës, i pranishëm kancelari gjerman, presidenti e Komisionit Europian, presidenti e Parlamentit Europian, dhe kur unë ju shpjegoja zhdukjen e djegësit të Tiranës,
nuk mbeti njëri që si binte ballit. Dhe nuk mbeti njëri, ja u them haptas, që nuk u detyrova t'ja shpjegoj 3 herë të paktën se dilte jashtë çdo imagjinate. Po unë e bëra këtë, unë mbrojta ju. E bëra këtë për të mbrojtur çdo shqiptar. Nga këta i dut pa moral. Ndaj dhe ne kemi vendosur parat qytetarëve do t'u kthejmë parat ju. Dhe në këtë kontekst zotohem se nuk do ketë pension dën 200 euro 100 ditë të parat qeverisarshme. Çdo pension minimumi jetik 200 euro për çdo shqiptar. Minimum jetik 200 euro. Rrogë minimale 500 euro. Nafta do zbrosh 40% për çdo shqiptar. Ilaçet do rimbursohen 100% sipas listës ilaçeve italiane. Triplex italiane. Karta e konsumatorit për çdo rrogull dhe pensionist do blen me 20% më lirë se të tjerët. Do u kthehet TVSH-ja. Po, do i fshim ne njëre mirë lot të ftohtat mjerimit nga sytet moshuarve tanë. Do hanë si njerëz, do ushqen si njerëz. Që është kjo? Këta të e kalojnë çdo lloj kriteri, çdo lloj ndjeje, çdo lloj standardi. Kishte 8 miliard. E di që janë 8 miliard apo jo? Në Tovolin dhe ndau për 760.000 pensionist 16 milion. Gjë me pa shpirt, me qesharake. Si mortilin 16 milion për 700, janë 1/3 e popullsisë. Jo, kaq sepse për ndryshe bjem ngremin. Po për të rrit rrogat, për të bërë një rrogtar me rrogë maksimale sa 50 pensione, nuk ka vend në botë, përveç Shqipërisë. Shqipëria është vend i diferencave më të mëdha midis rrogave më të larta, rrogave më të ulta dhe pensioneve. Këto janë shnjërzi dhe këto ne i fshim 100 ditë të para ne u japim, i arkivojmë historinë e turpit atyre që e krijuan këtë situatë. Absolutisht. Miqtë e mi, kthehem prapë te Koleli. Tha se Gramsci është emergjent, po Kollel, është vërtet emergjencë. Në gjitha rrethet që di unë, Gramsci është më emergjent se gjitha tjerat. Sepse Gramsci i ka potencialet e bllokuara. Ka zona fantastike, turistike, ka rezerva shumë të mëdha, po s'ka rrugë, s'ke si shkon, s'ka ujë, s'ka energji elektrike. Ndaj dhe ju garantoj, e kam shpallur, për parësi absolute, kam shpallur bypassin e Elbasanit, autostradën Shkodër-Milot, dhe si rreth të garantoj për parësi absolute do jetë Gramsci. Po, Gramsci. Në Armandon, të gjitha projektet, me përparësi, me emergjencë. Me emergjencë. Po ky është një rreth me potencial të jashtëzakonshëm, sidomos në frutikulturë. Dhe është krim ta çbësh Gramscin. Nga 50.000 kanë zbritur në 60.000. Fermerët e Gramscit do të kenë 5 fishin e subvencioneve që kanë sot. Sot 380.000 fermerë të Shqipërisë kanë subvencion 32 milion euro, 32 herë turp dhe turp për Edi Ramën. 32 milion euro. Punsojnë rreth gjysmë milioni shqiptar. Japin 20% prodhimit brendshëm. Atëherë çfarë do bëjmë ne? Ne nga 32 milion
do t'i çojmë në 230 milion. Do t'i barazojmë 1 për 1 me Maqedoninë, me Kosovën, me Serbinë, me Malnezi. Tjetër. Ne do mbrojmë prodhimet e tyre. Prodhimet e fermerëve shqiptar në sezon do mbrohen plotësisht. Ballkani hapur në kosh të plehrave. Javën e parë. Ne njohim vetëm standardet europiane. 70 milion, ja ku janë. Buz liçenit pa vad, pa vaditje. Po ka gjë më të rëndë. Po pse do rrinë ata aty atër? Të do ikin. Mbi ujë dhe ujë nuk kanë. 70 milion euro do investohen çdo vit për vaditje, kullim dhe mirëmbajtje tokës. Do dyfishohet buxheti për bujqësinë. Do ulen taksat. Do ulen taksat nga 23% në 10% të atim fitimi. Të vëshoja do ulet nga 20 në 15%. Energjia elektrike për biznesin do ulet nga 18 të 6 lek. S'do mundet kur bashkia të vendos më shumë se 1% xhiros taksa për biznes të vogla. Të gjithë ata shqiptarë që duan të kthehen në vendin e tyre, do bëjmë gjithçka që të kthehen. Do jenë 5 vjet pa asnjë taks. Do mbështeten me kredi të buta dhe grante për strehim, për biznes, në mënyrë që ëndrat e tyre t'i ndërtojnë në Shqipëri. Për të rit, do hiqet çdo lloj pegese për shkollën e lartë. Do hiqet mesatarja. Modernizimi i arsimit është synim kryesor. Mësues nuk do ketë që të marrë ndër 1.500 euro. Mjek dhe informier do dyfishohet rrogat. Miqtë e mi, në qoftë se ka një vend për sipërfaqe me potencial energjie më të madhe se Shqipëria, nuk ekziston kërku. Ujore, diellore, era, ne në 4 vitet që vi një garantoj se do bëjmë çdo gjë që rrezet e diellit t'i shtrojmë në energji për familjet shqiptare, në mënyrë që pas 3 vitesh ata ta kenë falas energjinë elektrike. Miq, një javë ka mbetur. Le ta shtrojmë këtë javë në javën e kuvendit më të madh të historisë sonë kombëtare. Në javën në të cilën ne me zemër në dorë të diskutojmë, të paraqesim këtë projekt me çdo qytetar dhe qytetar të Gramshit dhe të Shqipërisë, me të gjithë të njohurit tanë ku janë e ku s'janë, në Shqipëri, në diasporë dhe kudo. Sepse 11 maj ndanë epokat. Me 11 maj çdo shqiptar të mos mendoj se voton për karrigën e pushtetit Sali Berisha. Jo. Voton në radhë të parë për veten e tij, për votrën e tij familjare, për biznesin e tij, për të moshuarit e tij, për kujdesin shtetësor të tij. Voton për një Gramsh tjetër, voton një ndryshim epokal. Ndaj dhe
të bashkohem me 11 maj. Unë isha para 2 ditësh në kongresin e 82 partive politike më të fuqishme të Europës, Partisë Popullore quhet, në të cilin mirrin pjesë udhëheqësit më kryesor të Europës. Miqtë e mi, aty me unanimitet u miratua një rezolut. Ajo rezolut damkosi Edi Ramën si një njeri që minon votën e shqiptarve, e damkosi Edi Ramën si një njeri, ju lutem se është një rëndësie të jashtëzakonshme, si një njeri që shtyp pluralizmin, një lloj si Lukashenko i Bielorusis, si një njeri që shtetin e ka shtruar në sipërmarrjet përbashkët me krimin, si një njeri që plaçkit qytetarët e tij, 82 parti politike të Europës votuan në unanimitet për denoncuar Edi Ramën, si njeri që shtyp opozitën, si njeri që manipulon zgjedhjet, si njeri i cili nuk respekton asnjë standard demokratik. Ato i bën thirrje Europës dhe institucioneve ndërkombëtare të vëzhgoni me lupë Edi Ramën dhe zgjedhjet. U bën thirrje shqiptarëve, votoni Partinë Demokratike, mos votoni armikun e votës lirë, mos votoni armikun e pluralizmit, mos votoni atë që u vjedh dhe u varfron, mos votoni atë që ka lidhje me krimin dhe u shtyp të drejtat tuaja me bandat si banda Elbasanit, Shkodrës, Durrësit e Merradh. Miq, lexojeni rezolutën. Rezoluta kërkon që çdo gjë të kushtohet. Rruga e Shqipërisë për në Europë të kushtohet. Pra, në qoftë se duhem të shkojmë drejt Europës, pasaporta e Edi Ramës përfundojnë kosht plerave. Në Valencia, ajo pasaport që tunë po deshe Edi prap, po e kenë kosht plerave. Ata që mund të integrojnë Shqipërinë në Europë, janë ata që janë qytetarë të lirë, ata që votojnë të lirë, ata që besojnë tek liria, vlerat e saj, ata që duan vendin e tyre, ata që respektojnë njëri tjetrin, ata që bëjnë ligjin kundër krimit dhe korrupsionit. Ndaj miq, është një ndarje e madhe me 11 maj. Ndahemi me një të shkuar shumë të hidhur. E kemi në dorën tonë, të votojmë për veten tonë, të votojmë për të ardhmen e Shqipërisë, të votojmë për rikthimin në Shqipëri të qindra mijëra bive dhe bijave që u larguan vetëm se s'kishin punë dhe s'mund të jetonin. Të jetojmë që këta të ri, të votojmë që këta të ri të ndërtojnë këtu në Shqipëri ëndrrën e tyre më të bukur. Për ndryshe, historia do t'jetë e pamëshirë. Çfarë ndodh sot, miqtë e mi, qytetarët e Gramshit? Pyesni pak të gjithë, pa përjashtim, socialistë dhe çfarë janë. Po si ka mundësi, ka qeverisë 12 vite dhe nuk del njerë para jush, nuk vjen këtu. Hajde ulemi në Gramsh, Edi Rama, këtu pak tyre, tu themi pak, ti ndëgjojmë, na pyesin,
Tu përgjigjemi. Urdhë, tu japim llogari. Nuk vjen dot, pse nuk vjen dot? Sepse nuk justifikon dot para jush 130 milionë euro të vjedhura të djegësit e Tiranës, të zhdukura, që se ekziston Namash Nishani ka fut në konto bankare. Nuk justifikon dot. S'mund të justifikoj dot sarajet. 2 herë më të mëdha se sarajet e Ndërhoxhës, i cili për hir të vërtetë nuk i regjistrojnë emër të vet, kurse ky ka emër të vet. Dhe me kopsht 4 herë më të madh se kopshti i Vilsen Ndërhoxhës. Në një kohë kur kishte deklaruar se disponon të gjithsejt 3.800 euro dhe 400.000 lek në entin e deklarimit pasurive. Nuk vjen dot. Nuk vjen dot. Nuk vjen dot. Se në martesën e tij të 5 i dole edhe një pallat në Paj. Po ata nuk them gjë për atë, se ata le ta zhgojnë njëri tjetrin, është punë e tyre, po problemi i pallatit është se nga doli pallati pas një faturë, as tatimore, as doganore, as ndërtimore, mbiu pallati. Ajo thot, u bë një herë, thot, u bë me pare gjaku. Pastaj thot, u bë me pare të Kurbani. Ky thot, po unë kam punuar jashtë dhe kam qenë imigracion. Orë zotëri, ku do që të shqenë, paraja ka një rregull, kalon në bank, nga banka ka faturë e bankës, ka pagesa që i bën ndërtuesit, ndërtuesi lëshon faturën, pra tati paguën tatimet, janë të gjitha këto rregulla. Po si nuk ke një faturë të vetme për të treguar ti jam tope. Mbiu pallati 5 katësh. Prandaj nuk vjen para ju shaj. Nuk vjen. Nuk vjen sepse ata njerëz të tij nga nëna, sipas rrëfimit të Spiro Koleks, kishin 3 derra 4 dhi, ishin të varfër, dhe tani na dalin me 224.000 metër katror tokë, e tëra po thuj e manastirit Skataris, që po ja merr ky tani. Po ja vjedh tokën manastirit. As një dokument kadastral, as një dokument konfiskimi për tokën. Ndaj dhaj nuk vjen dot para jush. Dhe paset dhe përpiqet tu mashtroj ju me Lamborghinin e Noizit, që ta gëzoj Noizit, s'kam asnjë gjë për atë, po megjithatë ju keni pensionet, rrogat, këto janë problemet tuaja, rrugët. Përpiqet tu mashtroj ju duke bërë takime si në vitet 50, veç as gratë, veç as burrat. Ju kujtohet fronti, dhe ky mendon se është interesant, dhe çfarë u thotë aty, u thotë se burrat janë kështu, dhe po t'i kit ju një muj, do t'i gjenit me bisht burrat. Një bajat njeri jam thonë, me gjuhë vulgare, dhe përpiqet me banalitete, vulgaritetet të mbuloj vjedhjet. Pra par çdo buzëqeshje, çdo zgërdhimje të tij, ka një vjedhje, ndaj miq, me 11 maj të bashkohemi të votojmë fitoren. Fitoria është e jona, Rrot Gramsci, Rrot Fitoria. Faleminderit shumë. Let's go.
Ouais.